Na duhet një konsultim në nivel të kryetarëve të komunave, na duhet një konsultim me publikun, po kjo nuk do të thotë që s'duhet me pas diskutim sot. Por mu ish mbyll kjo temë sot, na veç i kemi dhënë sinjal që ne jemi korrekt dhe i përgjigjemi kërkesës, por na duhet me hap thirrjen për konsultimin publik. Mund duhet me taku ta kryetar personalisht bashkë me dhëna dona me rregulla, ku ti rritëm na nuk guxojmë me bo veprime paradoksale, ose me pas disproporcion midis marishevës, për shembull suaj, sepse na shohin qytetarët tonë. Këtë rast na e dispropozues, atë çose dona me rrit tarifën, e shohin komandën e komunës Zorës, e shohin asamblesë të komunës. Prandaj s'pon gutemi, po e trajtojmë me vëmendje, këtu e kemi tolën, është përgjegjës pra drejtori këtu për njësi, mirë po besoj se ja përqetë edhe ati edhe besoj se është i përqetë edhe ai vetë, se sot prandaj kemi qenë shqyrtimi, jo shqyrtimi dhe miratimi. Shqyrtimi i kërkesës së ekoregionit për rritjen e tarifave për mbretërinë. A unë shumë a pak nuk e di. Boll 3 milion, unë nuk guxoj me thënë 8 euro është, sepse kërkush se ka bo hala. Ndoshta kanë me bo krejt. Na jemi institucione publike, po mbi të gjitha llogari jo më dhe shpëton. Ta mund me thënë pse rritin komunën e Raunvesit, kurse ka rrit kërkush. Veçanërisht se jemi edhe në ndërmarrje publike, sektor publik, edhe atë ndërmarrje publike me vetë financim, atëherë përshqyrtojmë hap pas hape dhe vim të një momenton kur vjen puna diskutohet programet dhe normalisht vitet miratimi edhe mund të flasim tani pastaj edhe më saktësisht për çfarë tarife po shkojmë. Po shkojmë me 8, se prapë duhet mi vetë edhe do tjerë, apo shkojmë me 8, me 7, me 6, po shkojmë me 9, duhet një farë standardi me vendos edhe në qoftë se ka divergjencë në duhet me ditë, Milera duhet me ditë pse Suare ka ma lirë, e pse Rauvesi ma shtrajt, ose pse Malesheva dhe ma shtrajt. A lidhet kjo edhe me transport, sa është largësia. Këtë që duhet me diskutu pak ma mirë, unë e ftoj përparimin me përgatit konceptin për diskutim publik, ndërkash unë po kërkoj autorizim për juve që me diskutu pak ma, ose më konë matë përgatitur. Na kemi da gjysh mi të ardu se komuna Rauvesit çdo kërkesë që vjen, i përgjigjit, keni lëp me qëtë komend, na që esëm për diskutim komend edhe kemi qëtë. Po jo edhe me vendos. Po, faleminderit kryesues. E mbështesim, propozimin e drejtorit që shumë më e udhës është fillimisht të diskutohet, se sa të njënë vendimet ngutshme dhe që mund të ketë impakt jo të mirë të qytetarëve. Me vetë faktin që jena komuna e vetme që deri tash e kemi tarifen më të madhe të pagesës për mbretërinave, siç e potencoi edhe drejtori, po konsiderojmë që duhet këtu të shtjerën gjitha mundësitë të respektohet rregullori edhe të mirën vendime. Mirë po dhe arsjetimi i kërkesës të cilën e ka dhënë kompania, po besoj që është pak i madh. Dhe vetë faktin që tu ka deklaruar që kemi rritje të çmimit të naftës. Ne dim se në Kosovë çmimi i naftës është më i lirë në rajon, edhe nuk ka qenë më i madh se sa në vitin 2024, me sa kujtoj, e kena ngritë çmimet e mbretërinave. 23. S'ka qenë më i madh se ata. Kështu që e mbështesim që kjo të shtyhet dhe të diskutohet me qytetarë sipas rregullores së fushit. Faleminderit. Përshëndetje për të gjithë. Direksion, në 2022 deponia do të qenë në Tendovic, bujme të autorëve këtë vendimin, ku kanë marrë një vendim në Ministri dhe tëtë për 2023 nëse s'ka pojnë. Automatikisht dhe tëtë me 1 janar të rritet çmimi për tonë në 7 euro. Dhe se cilin vitin para prak dhe tëtë që vikin, 2024, 25, edhe si vjetë, 26, dhe çdo vit nga 1 euro për tonë në deponi. Pastaj pse kemi dallim në shembull me Prizren, sepse deponia për banorët e Prizrenit është shumë më afër në Tendovic se sa për banorët e komunës tonë. Në Suare kanë pas probleme politike për shkak të tarifave dhe për shkak të numrave në kuvend që nuk i kanë pas. Te ne është kështu volumi punëve, unë që një 2 vjet kam fillu kështu
vullnetarisht me praktiku pastrimin e rrugëve regionale, do të që lidhet Krushe Madhe deri te këtu Vorezat. Pastaj prej kullës tonë të Micit, që gjendet atje diku në hymjet Suarekës, prap deri këtu në qytet. Kjo pije që na dërgon në Malishev edhe Alen Zardë, po mundohena me kapacitetin e që aty në punëtorëve maqenerisë që kemi, në bo pastrimin e rrugëve që janë në përgjithësi të ministrive e jo të komunës. U mundova paka shumë me dhënë një sqarim njerëzor, edhe pagat do të kemi marrë premtime me rritjen e çmimeve që do të rriten edhe pagat e punëtorëve. Nuk e kam hallin tem, e kam hallin e punëtorëve, do të thotë një punëtor të na ka 400 e pak euro, do të thotë një punëtor fizik. Një shofer me kamion me kategorinë C e ka diçka mbi 500 euro, që në tregun tonë sot nuk ka shofer me kategori C me 500 euro pak. Edhe është një punë jashtëzakonisht e vështirë, kemi probleme të përditshme, qysh mundi me ditë edhe secili i largësisë e lema me qenë afër, do të nuk kemi në gjendje me turinat tona me i lënë një ditë me na prit se lema mi shti humbët aty. Faleminderit. Vetëm kisha kërkuar premtarëve të kuvendit që këtë vendim dhe këtë ndërmarrje nuk bën me pasi diçka private, është ndërmarrje publike, edhe me rritjen e çmimit nuk i shkon për shtati penzojmë pronarit në ndërmarrje se edhe që rritet fitimi atje. Domethënë ka kosto operative edhe që kjo shkaktore sipas kërkesës që kom pa prit për shefit që po kërkon me u rrit çmimin. Unë kom kërkuar në KPF dhe vendimin e ministrisë se kërkesa nuk ka qenë mire për pilune e kryeshefit, që ju ka drejtu kuvendit, edhe në këtë vendimin e ministrisë këtu po del që edhe drejtori e pruni, do me thënë që u rrit deri 11 euro shkon vitin tjetër për një ton, për në deponia tjetër. Tash parimisht unë jam kundër murit, aty s'është keq se na qytetarëve me rritet kosto e jetesës. Po të i marrë parasysh që i vetmi shërbim që po varet prej kuvendit, do me thënë që kjo tarifa e mbeturinave po varet prej neve. Portën po na rrytet rryma, çmimi i energjisë elektrike, edhe kërkues po na pyeta po kupton. Tash që është barra te na për më rrit këtë çmime, parimisht është kundër, po duhet me këshyr edhe një këndvështrim tjetër, do me thënë të kualiteti i shërbimeve. Nëse vazhdon kualiteti i shërbimit të kësaj ndërmarrje me qenë i tillë, atëherë jemi në rregull edhe qytetarët po besoj që kanë u pajtu me këtë rritje. Po, normal që po pajtohen atë unë që duhet me ndodhë pas diskutime publike, që duhet më majtë, që me informu qytetarët, edhe ata me dhënë komentet e veta, ose nëse kanë vrejtje në shërbime, atëra mundet me u përmisu atë shërbime të këtë rritje. Ose dirizoni që ata rritjen e pagave të punëtarëve të ndërmarrjes, nëse mundet me ndodhë. Po, unë me fillim e thash që legjitime është kërkesa për rritje, sepse është rrit edhe kosta e operimeve të për regione, dhe thash është edhe legjitime dhe e drejtë. Tash unë për dallim prej dëfrimit, parimisht unë mas parë jam për rritjet pagave. Rritjet kualitetit jetesës, rritjes e investimeve për kualitetin edhe të mjedisit, padyshim. Mirë po, që të vijnë deri te kjo pikë, vetë që tu ta kuptojmë. Na për shumë çka bëjmë debate publike. Meloni vite e Pianisit, e Pi Beratit, e Liriksonit, e gjithë asamblezëve shkoni ta bëjnë bazë. A e kupton? Në bazë. Thirrni votues të qytetarët, njoftoni për shqiptarët, se është diskutuar në kuvend se shumë kush ose për çfarë risë kanë, ndoshta s'ka mundësi, kanë edhe tjera njerëz. Diskutojmë, nëse ju hajde tani me debat publik, na e organizojmë si komunë, bashkëpunim me i thirrëm grupet e interesit, luftojmë edhe mushëm që të sallë kuvendit edhe i pyesëm edhe ata. Në mënyrë që kur vim seancën, ndoshta ka majë që se janë edhe afate, ka majë, do thonë, sepse edhe në prilli mund të bëjmë çështje diskutimit publik. Ka majë me qenë secili prej jush edhe kur e ngritni dorën, do thonë na keni ngrit me vetdije me rrit tarifën për shkak të kësaj, këtë arsye, këtë fakt, këtë argument, këto kemi rrit. Që mos u friksuam. Tash për tash. Unë kom një frikë
dy në pak. Duhet me respektu dhe proceduar se duhet me qenë debat publik. Na e dim rekomandimin e Ministrisë që është rrit kosto e operative dhe këtë Kosovën është rrit, kjo nuk ka puna veç të na. E dim që ndërmarrje publike me vetë financime dhe kështu të tjerët, e dim që i kemi aksionet se kjo është kompania jonë janë pak, 8.2% është e jonë. Përveç që kryjnë shërbime në komunën tonë është 8.2% e jonë. Se kemi aksionet. Na ma herët sot e kemi përcaktu komisionin për caktimin e antarit bordit, që i takon edhe komunës tonë, si kurse edhe 4 komunëve të tjera. Tash, kur vim na në maj, po supozojnë maj, kushte normale, ne me qenë përgatitur dhe ku ta marrëm vendimin, nuk po tuna me fajsuna njëri tjetrin. Vendimi është i drejtë, është me vullnet, po pas një reflektimi, pas një para përgatitje që e kemi bërë gjatë diskutimeve me njerëz. Pra, unë e di që kompania kur gjamohi sot e lën shërbimeve sot. Po do ta ketë vështirë nëse rriten këto çmimet për operime, vazhdimisht çmimet e kostut. Për shembull, çdo ditë duhet të shkarkua ato te palestrat, se i bëhet 3 lokale tjera. Vile mbrëmë me shku krejt, e vota të shemë që s'kem çka me bëhet, veterinar më fal. S'kem çka me bëhet, mas me sa 2 herë ditë duhet me bëhet. Po shkon 2 herë ditë që ato veterina të ambisrisë që krijohen që aty bashkë të palestrat, ai kontejneri i madh atë, ka edhe në vende tjera, unë nuk di ku ka me vesh në deponinë e vetorinave landovise. Ku ti shon ai ky pagun, ta paguajnë për çdo kilogram, për çdo ton. Pra po rritet, pagat nuk janë rrit, kosta e jetesës po rritet, po edhe kualiteti i jetës normal që po rritet se po ka më shumë veterina, po çe veç sa për ilustrim, 3 lokale të reja janë që të veç në qatë pjesë. Që se ka pas, dhe në gjysha mosh tash mushët të pletë. Për ditë mushët të pletë. Se i bëhë 3 lokale. Jo nëj lange, jo nëj kafe, jo nëj asje, jo nëj letë, po mushën edhe për kontenerët. Edhe unë e di që këta kanë me pas vështirë. Po na nuk po do na mungot sot me votu. Për shkak se tutna që edhe i shkelën procedurat e shqyrtimit publik, e diskutimit publik, po edhe nuk kemi të sigur të asjoni sepse apo mos të morëm kamurin të partë me dalë, e tjerë s'po mund. Kupton. Edhe tani, kush ka me zet akserati, që ata që kënë votu. Keme pas probleme njerëz në qëse nuk i njoftojnë. Pra na kanë pru neve kërkesën, informatëm, na duhet me njoftu së ta. Ku do që kemi njerëz tanë, me thënë qëse on ka përgatitet momentumi për me rrit tarifen për veterina për shkak se jenë shtu kostot operative, shtu shpenzimi, është rrit shpenzimi. Ne do ta kemi një ditë pikë 13 ditës kuvend, po do t'ju thojmë një ditë në sallën e kuvendit për diskutim. Bone ju si asambles dhe na si ekzekutiv të bëjmë bashkë. Kur gjo si kushton për 2 muaj pse pret e kolegjoni, e rëndësishme këtë problem ku ta mbyllën, ku t'ja shesëm ka paku me jasit tamë. Mos mu gozhdu nesër asamblejistit, s'ka lidhje është i aleancës dhe i VV-s asamblejistit, ta unë a i VDV-s, a i LDV-s, as pat pun tjetër më të mesme se nuk është shumë të terë. Po mesazhi po jepet që po rritet tarifa. A e kuptoni. Edhe nuk është mirë që komuna jonë me mukën e parë. Që to po e thonë. Ti kalojmë çdo procedurë dhe besoj që ka mukën që s'kan drejt. Unë jam për merit, parimisht jam për merit. Mas parë janë për me rritë pagat. Pagat mas parë punëtorëve të komunës, sektorit privat, gjithë ka, me rritë ashe edhe normalisht edhe me adhan hakun atyre që e bojnë shërbimin për largimin e vetorinave të administrisë. Pra unë shprigona me thënë, jam për, po sot nuk jemi të përgatitur, kjo seans e sotit, ose nuk është të përgatitur, sepse s'ka bo asë një bëjt diskutimi para as me komuna tjera për rreth, që në pjesë e regionit, as me qytetarë. Unë për vetë s'ku më.